Si I kalonte Imam Kadhimi kohët e burgimit? Rashidi kërkoi mendimin e vazirit të tij, Yahya ibn Khalid, dhe ky I fundit I dha mendimin që të liroj imamin, paqja qoftë mbi të, nga burgu. Rashidi I tha atij: "Shko tek ai dhe hiqja hekurat dhe dërgoj selamin tim, pastaj thuaj atij: Djali I xhaxhait tënd të thot ty se unë të dërgova Yahyain dhe unë nuk të liroj derisa të thuash se me kë ke bërë keq dhe të më kërkosh të falur për ato që bëre. Në miratimin tënd nuk gjendet poshtërsi për ty dhe as mangësi në çështjen tënde." Kur Yahyai mbërriti tek imami dhe e lajmëroi për çka I tha Rashidi, ai kundërshtoi ta pranonte kërkesën e Rashidit, I cili donte ta vendoste imamin në vendin e kërkuesit të falur. Ai ju përgjigj: "Nesër do të shohësh kur të dalësh para Zotit tënd se kush është zullumqari për shokun e tij. Ve selam." Kështu imami me durimin e tij dhe me besimin tek Zoti I tij I theu të gjitha mjetet e devijimit dhe terrorizmit të burgjeve dhe presionet, së bashku me prangat dhe shtrembërimin e mendimit të përgjithshëm. Kur të gjitha mjetet dolën pa rezultat, Rashidi u strehua në zgjidhjen e fundit dhe ajo ishte vrasja e imamit.